Këtë të mërkur u hap në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë Goca të ekspozita Body Under Construction e artistes nga Kosova, Albana Ejupi. Ekspozita eksploron trupin si një proces të vazhdueshëm transformimi duke sjellë përmes pikturës, skulpturës, tekstilit, rërës dhe tekstit reflektime mbi kujtesën, identitetin, migrimin dhe përvojat që ndërtojnë jetën e njeriut. Trupi ynë mban peshë, mban kujtime, zhgënime, dashuri, humbje dhe histori që mbase nuk shihen në ekran. Pikrisht për këtë arsye, për mua ishte shumë e rëndësishme që në qendër të ekspozitës ta prezantoj një skulpturë grua që përshon rreth 300 kg. Pesha e saj në këtë rast nuk është vetëm fizike. Ajo flet për peshën që mbar secili prej nesh. Në qendër të veprave qëndron rëra e mbledhur në Kosovë dhe e kthyer në një element artistik që mbart histori, kujtime dhe gjurmë të përvojës njerëzore. Përmes saj, artistja e trajton trupin si një hapësirë ku përvoja, memoria dhe transformimi ndërthuren vazhdimisht. Ekspozita është kuruar nga Shkëlzen Maliqi. Koncepti ka qenë me bëni një retrospektive, po ndërkohë ai ka bënë një seri kaj 3 me këto të kaltërta dhe me një lloj materializimi ka kalu edhe të skulptura, se edhe këto të gjitha pikturat këtu janë si edhe barelefe. Do të thënë ka një farë strukture që duhen trupin me nxjerr jashtë. Body Under Construction është ekspozita e 16 e prezantuar në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë, një hapësirë kulturore pjesë e Fondacionit Mane, që nga krijimi i saj galeria ka sjellë para publikut artist kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfshirë edhe emra të diasporës shqiptare, disa prej të cilëve janë rikthyer për të ekspozuar në Shqipëri pas një karriere të suksesshme ndërkombëtare, ndërsa të tjerë janë prezantuar për herë të parë me publikun shqiptar. Body Under Construction është ekspozita që fton vizitorët deri më 30 gusht të vizitohet në Galerinë Gocat dhe patjetër me mbështetjen e Fondacionit Mane ne vijojmë programin ton artistik tepër interesant dhe duke sjellë gjithmonë propozime të reja të artistëve jo vetëm shqiptar, por edhe ndërkombëtar. Për Albana Ejupin, kjo ekspozit përfaqëson një mundësi për të ndarë me publikun një reflektim mbi identitetin, kujtesën dhe aftësinë e njeriut për t'u rindërtuar vazhdimisht. Ekspozita Body Under Construction do të qëndrojë e hapur për publikun në Galerinë e Artit Bashkohor Tiranë. Si pjesë e Fondacionit Mane, Gocat vijon të krijojë ura mes artistëve dhe publikut përmes ekspozitave të artit bashkohor. Ekspozita mund të vizitohet çdo ditë dhe hyrja është pa pagesë.